Prej ditës që Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara filloi të publikonte dokumentat e miliarderit, agjentit, spekulantit, demonit Epstein, një pjesë e publikut të interesuar për të mësuar se çfarë ka ndodhur në korridoret e elitave, në qarqet e Deep State, në nivelet më të larta të demokratëve të Shteteve të Bashkuara, flet për lidhjet e tij me presidentin aktual Donald Trump. Një pjesë dëshirojnë që edhe Trump të jetë implikuar me demonin Epstein. Aludojnë pafund për ato që mund të ketë bërë Trump. Amendësimet kalojnë çdo fantazi drejt së keqes, derisa vjen ky moment, kur përgjigjen u jep vetë Epstein dhe ju deklaron opinionin e tij për presidentin Trump. Përpara se të kalojmë te ky dokument shumë interesant, një mori dokumentesh të tjerë vërtetojnë se Trump për afro 3 dekada nuk ka asnjë kontakt apo lidhje, apo aktivitet me demonin Epstein. Jo vetëm kaq, zgjedhja e tij për herë të parë president u bë makthi i Epsteinit dhe i demokratëve të Amerikës, ku janë me dhjetra komunikimet e tij me demokrat dhe jo vetëm, për të gjetur forma dhe mënyra për të penguar fitoren e Donald Trump në vitin 2016. Jo vetëm kaq, por në legjislaturën e parë të presidentit Trump, Epstein u arrestua dhe u burgos me një akuzë prej më të rëndave që lidhej me abuzime seksuale me të mitur, me trafikim të qenieve humane dhe të tjera. Nga dokumentet e Epstein doli në dritë ky komunikim që i vë vulën relevike dhe fremendjeve dhe gojve leftiste, lidhur me marrëdhëniet e Epstein me presidentin Donald Trump. Më 2 shkurt të vitit 2017, gjatë presidencës së parë të Donald Trump, Jeffrey Epstein i dërgon një email personit Larry Summers me mbishkrimin i rëndësisë së lartë. Epstein i shkruan ekonomistit, mikut të tij Summers: "Të kam thënë, kam takuar shumë njerëz të këqij, por asnjë më të keq se Trump. Nuk ka asnjë qelisë të mirë në trupin e tij. Kështu pra, po, është i rrezikshëm." Nga sa më sipër shkrua një demon për Trumpin, mendja na shkon se demonët nuk flasin dot mirë për kundërshtarët e tyre, apo për ata prej të cilëve kanë frikë. Dhe këtë e përforcon cilësimi që ai i bën Trumpit duke e quajtur të rrezikshëm. Nga gjuha e shkruar është e thjeshtë dhe e kuptueshme, që Epstein me sa duket e ka frikë Trumpin dhe biseda duket se mbart një shqetësim të shtuar, sidomos pas zgjedhjes së tij president. Dhe vërtet, viti 2019, pas 2 vitesh pra, Epsteini u gjet në burg, ku dhe siç thuhet ka humbur jetën mes një vetvrasjeje. Nëse kjo është e vërtetë dhe nuk fshihet një rrëmbim për shpëtim. Gjithsesi, nuk është kjo çështja. Ajo që analizojmë sot është se çfarë mendonte Epstein për Trumpin dhe fakti që ai e cilësonte si të rrezikshëm. Po, më shumë se e vërtetë, u vërtetua që Donald Trump ishte dhe është i rrezikshëm për Epsteinin, rrethin e tij diabolik të politikanëve, diplomatëve, agjentëve, biznesmenëve, elitave të errta të globalizmit, që kanë disa dekada që janë shndërruar në armike të qenieve njerëzore. Me këtë email të shkurtit 2017, besojmë se mbyllet edhe kapitulli i aludimeve të majtistëve të pandrejtshëm. Padyshim që edhe shumë të tjera do të dalin nga dosjet dhe do të duhen muaj. Shumë muaj që të shfletohen dhe e vërteta të çojë demonët dhe të implikuarit në krime, në bangën e të akuzuarve. The best is yet to come. Mast Channel. Please subscribe.